Sa u ka dalë plejë pensioni? Po që i ka dalë? 290.000 lekë ka dalë. 190.000 lekë. 27 vjetë. Lekuro. Pa që ka punu me letra, pra, imagjino. Me letra. Tu s'ka sindikata. Në vërtet. Faktikisht nuk jetoj këtu. Ne më thyrë nga plejë këtu. Po. Tu ka 27 vjetë me letra në punë. Po. Në punë. Edhe 190.000 lekë. 190.000 lekë, të si më shtesa që i shtojnë leka 2.000 lekë, 3.000 lekë. Po. I ka shkruve 260.000 lekë. Po. Turbi, Po sepse vjedhën, nuk ka edhe për të vjedhur edhe për pensionistë, nuk ka për dy. Këthejnë ka e marë, jo se jemë i majtë. Se i majtë, kom tjene i majtë dhe jenë. Se Edi Rama së është i majtë. Edi Rama është, fa më mirë the, fashist edhe i korruptuar. A i tjetëri është të kriminelë. Po. A i plaku. Tu s'ka si donë. Ta ngrim aty që duhet. Ta ngrim. Ky vend do të bëhet për smari. Se edhe vendet e tjera kanë pas problemet tona, po janë rregulluar. Unë kam besim diçka. Shihemi nesër. Gjithë firat.